Përshëndetje miq të Shëndetit dhe mirë se erdhët në këtë episod të podcastit ku do të flasim për kujdesin që duhet të tregojmë ndaj lëkurës, sidomos tani në sezonin e verës. Dhe për të diskutuar në lidhje me këtë temë, ne kemi të ftuar doktoresh Violeta Dajçin, dermatologe, e cila do ndajë me ne informacione dhe këshilla në lidhje me kujdesin që ne duhet të tregojmë. Doktoresha, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi sërish në podcast. Mirë se erdhët në klinika Skin Blossom. Për të nisur bisedën, a mund të na tregoni se cilat janë problematikat më të zakonshme që pacientët kanë me lëkurën? Në përgjithësi në verë, disa patologji përmirësohen sepse kanë nevojë për rrezatimin diellor. Ashtu siç ka edhe patologji të tjera, të cilat përkeqësohen. Por mund të ketë dhe patologji që e duan diellin dhe rrezatimin, ngrohtësinë, por në qoftë se ai merret në mënyrë të tepruar ose të gabuar, e përkeqëson gjendjen. Pra, dielli i verës duhet të marrë me kujdes qoftë për lëkura që kanë problematika, por edhe për lëkurat e shëndetshme. Është i domosdoshëm për jetën, është i domosdoshëm dhe për shëndetin e lëkurës, por kuptohet që në disa raste mund të bëhet problematik. Rastet rastet më të shpeshta që shfaqen në këtë periudhë mund të jenë djegjet nga dielli. Nganjëherë janë djegje të lehta, vetëm skuqje, por nganjëherë shkojnë në raste që krijojnë edema ose fryrje, kryesisht të pjesës së fytyrës, por edhe në zona të ndryshme të trupit, në qoftë se je ekspozuar për kohë të gjatë dhe pëson një djegje të fortë, por mund të shfaqen edhe me djegje më të thella deri të gradës së parë, pra në formimin e fluskave ose hapjen e plagëve, dhe këto pastaj shoqërohen me temperaturë të përgjithshme, por edhe mund të përbëjnë problem edhe për mëtej, në qoftë se nuk trajtohen në kohë. Përveç djegjeve nga dielli, shfaqen shumë shpesh pickimet nga insektet, ose edhe nga zvarranikët, siç është gjarpri ose zvarranik të tjerë. Gjithashtu nga kafshët e detit, më shpesh kandili, por edhe ylli i detit dhe plot të tjerë që ne mund të bijmë në kontakt gjatë periudhës që jemi me pushime. Gjithashtu problematika të ndryshme dhe sidomos në pacientë që kanë probleme dhe kryesisht me fëmijët, shfaqen tek ata që frekuentojnë shumë pishinat. Për arsye të ujit me klor, lëkura acarohet dhe uji me klor e irriton, por sidomos tek fëmijët që kanë probleme me dermatitin atopik, ose dhe tek të rriturit që kanë probleme me lëkurën, vepron në një mënyrë pak më të shtuar dhe problematikat mund të jenë më të rënda. Ndërsa në patologjitë tona, më shpesh tani shfaqen infeksionet e lëkurës, kryesisht tek fëmijët. Këto për arsye të kontaktit që fëmijët kanë me njëri tjetrin, sidomos gjatë periudhës së pushimeve, por edhe për arsye të temperaturave më të larta dhe mikrobet në këtë periudhë e kanë më të lehtë të shtohen në numër dhe të përhapin, të përbëjnë problem për infeksionet. Janë impetikot ato që zënë vendin e parë, janë infeksione që mund të fillojnë si një pikë e vogël e kuqe, pastaj hapet në mënyrë rrethore dhe pastaj mund të lindin edhe disa të tjera përreth. Shfaqen kryesisht në zonat e zbuluara, siç është fytyra, në pjesën e duarve, por nganjëherë mund të shfaqen edhe në trup dhe mund të shfaqen aq shumë sa nuk e mendojnë që mund të jetë një gjë kaq e thjeshtë dhe banale, e cila nga që nuk është mjekuar, nuk është trajtuar që në fillim, është neglizhuar, mund të përbëjë një problem të madh. Është një infeksion që përhapet lehtë tek fëmijët, siç e thash dhe më lart, për arsye të kontaktit dhe të çiltërsisë së tyre, të cilët luajnë në bregdet, aty shtohet edhe faktori papastërti, sidomos në plazhet ranore, dhe pastaj edhe faktorët e tjerë që i përmendëm, pra kontakti, temperaturat e larta që bëjnë që të shtohen më shpesh mikrobet e të tjera. Është një problematikë që gjen zgjidhje sepse mund të ketë shumë nëna që na ndjekin dhe mund ta kenë këtë problem, sidomos tani në është problemi nënave, në fakt, dhe janë raste shumë të shpeshta që shfaqen. Por nuk është problematik pas zgjidhje. Unë e thash, është një infeksion bakterian
që zakonisht mund të ketë 1 ose 2 tipe bakteresh, atëherë bëhet edhe pak më e vështirë në trajtim, është streptokoku dhe stafilokoku që bashkohen dhe japin këto lloj infeksionesh. Duhen trajtuar shpejt që të mos përhapen. Shoqërohen për fat të keq edhe me të krojtura, prurit, e cila e bën që gjendja të agravohet dhe të përkeqësohet edhe në mënyrë fizike dhe shpirtërore fëmia, por edhe prindrit. Dhe meqense se shfaqen kryesisht në periudhën e pushimeve edhe për familjen, përbën një problem. Mund të kaloj nga një familjar te tjetri, ashtu siç kalon edhe tek të tjerët me cilët bie në kontakt fëmia që e ka. Por nuk do të thotë se nuk është edhe infeksion që mund ta marrin të rriturit. Okej, qartë. Doktorisha, ju gjithë kësaj pjese na përmendet që ka shumë faktorë që ndikojnë në problematikat që shfaq lëkura, që ishin kryesisht të jashtëm, por a ka faktorë gjenetik që ndikojnë? Gjithmonë po. Në përgjithësi, sëmundjet dermatologjike janë sëmundje gjenetikisht të shkruara në genet tona dhe rrjedhimisht janë genet të trashëguara. Por gjithmonë, si në çdo patologji, edhe këtu mund të ketë mutacione, pra shfaqje në një brez të caktuar të një sëmundjeje. Të gjitha sëmundjet tipike të lëkurës, siç janë ekzemat, dermatitet atopike tek fëmijët e vegjël, ose psoriazis, dhe sëmundje më të rënda si lupusi, ose pemfigusi dhe sëmundje të tjera, gjithmonë kanë një gen trashëgimtar, pra janë të trashëguara, dhe në përgjithësi neve gjejmë familjar të mëparshëm që kanë vuajtur nga këto sëmundje. Por nganjëherë varet edhe shkalla e shfaqjes së sëmundjes dhe familjarët ngrenë supët dhe thonë jo, asnjë në familjen time nuk ka patur. Kjo edhe për arsye se mund të mos të jesh informuar për sëmundjet e njerëzve të brezit të parë ose të dytë, dhe një vetëm familjen e vogël, por edhe sepse tek ata mund të mos jenë shfaqur sa për të bërë problematike që ta marrë vesh farefisi, por edhe që të trajtohen nga mjekët. Pra jo gjithmonë lidhet vetëm me kujdesin që ne duhet të tregojmë ndaj lëkurës dhe ushqimet që ne konsumojmë, por janë shumë të rëndësishme ushqyerja dhe kujdesi. Luajnë një rol shumë të rëndësishëm, por kuptohet që genetika është faktori themelor në patologjitë e lëkurës. Duke qenë se siç e theksuam, jemi në stinën e verës dhe kujdesi ndaj lëkurës duhet të jetë më i madh. A mund na tregoni se çfarë këshilla shtesë duhet kemi parasysh? Meqense po flisim për ushqyerjen, është shumë e rëndësishme që në këtë periudhë që lëkura të jetë e shëndetshme, të merrni shumë sasi të shtuar ujë. Pra duhet rregullisht të gjithë njerëzit të pinë ujë më shumë se sa kanë marrë gjatë muajve të tjerë ose stimeve të tjera të vitit. Të marrin dhe lëngje të tjera, jo vetëm ujin, sipas preferencave ose dëshirës, dhe sipas mundësive kuptohet, është shumë mirë të konsumoni shumë fruta dhe zarzavate, sepse ne mund të marrim ujë, por në qoftë se nuk kemi elementet e tjerë që janë elektrolitët dhe që janë vitaminat, të cilat janë në përbërje jashtëzakonisht të shtuar në fruta dhe zarzavate, ne nuk kemi një lëkurë të shëndetshme. Pra lëkura, si e gjithë organizmi, duhet të ketë dhe këta element të tjerë. Sa më shumë fruta, zarzavate, gjatë kësaj periudhe dhe lëngje. Kjo e bën lëkurën të shëndetshme dhe sëmundjet e lëkurës i mban në kontroll. Ndërsa për të ruajtur lëkurë shëndetshme, por edhe për të prevenuar sëmundje të ndryshme, rekomandohet hidratimi i shtuar ose në mas më të shpesht se sa zakonisht i lëkurës son. Mbrojtja nga dielli është diçka që ne kemi filluar dhe këshillojmë që në pranverë, por pse jo edhe gjatë gjithë stinëve të vitit, sepse rrezatimi diellor ekziston gjatë gjithë vitit, por nuk është në masën ose në fuqinë që ka në verë. Pra mbrojtja nga dielli është shumë i rëndësishëm, qoftë me faktorët mbrojtës, por edhe duke përdorur veshjet tona që duhet të jenë të pambukta, në ngjyra të hapura, që të thithin më pak rrezatim diellor, që të jenë të thithin dhe djersën e trupit, por edhe duke përdorur kapelet, syzet, çadrat e ndryshme dhe duke i ruajtur pikut që është ora 10 deri në ora 4 pasdite. Në këto orare
nuk duhet të qëndrojmë në diell. Kur themi nuk duhet të qëndrojmë në diell, do me thënë nuk duhet të ekspozohemi. Po kjo nuk do të thotë që të mos veni me pushime dhe të rini në çadër, të futeni her pas here në ujë, të lëvizni, nuk do të thotë absolutisht të mos shfaqesh në diell, sepse njerëzit do të jetojnë, nuk mbyllet as aktiviteti fizik, kulturor, shoqëror ose puna gjatë këtyre orareve, as pushimet, por duhet të kujdesemi që të ruhemi, të mos ekspozohemi, që të marrim rrezatim të dëmshëm. Edhe hidratimi i lëkurës, e nisa ta them dhe po e përsëris, duhet të bëhet sidomos në darkë, kur ktheheni nga dita e pushimit, nga ekspozimi në diell, por edhe nga puna, gjithmonë pas një dushi është mirë që të hidratoheni dhe sidomos të hidratoni zonat që mund të jenë më të thata, por që mund të jenë edhe më të ekspozuara në diell, sepse dielli e than, por edhe e djeg qelizat sipërfaqësore, i djeg qelizat e lëkurës. Hidratimi bën që ato të rigjenerohen, të jenë të shëndetshme dhe lëkura në fakt edhe diellin e merr më mirë, edhe tregon një mirëqenie, sepse njerëzit janë më të zhveshur në këtë periudhë. Doktorisha, ne kur flasim për periudhën e verës, ekspozimin e lëkurës në diell, zakonisht e lidhim me kremin mbrojtës. A mund të na tregoni sa i rëndësishëm është ai për ta përdorur, sa herë duhet të riaplikohet gjatë një dite dhe kur duhet nisë përdorimi i saj? Ta filloj nga fundi, unë duhet të nisë që sa lindin fëmijët. Në qoftë se do t'i ekspozoni në diell, patjetër duhet t'i mbroni me krem me faktor që janë të prodhuar enkas për bebet, për fëmijët. Unë do të thosha që nuk duhet të aplikoni 3-4 herë, 10 herë në ditë kremrat. Absolutisht nuk jam. Jam një çik me atë zhargonin ton të pak ndoshta do të quhet si jashtë mode, por që për mua është shumë efektiv dhe nuk duhet ta teproj mas me kremin e diellit, aplikimi i kremit të diellit në mëngjes herët nuk është i nevojshëm, sepse rrezatimi diellor i mëngjesit nuk është i rrezikshëm, nuk është i dëmshëm dhe i bën jashtëzakonisht mirë lëkurës son dhe të bebeve të merret, por pas orës 10 duhet patjetër të aplikoni krem dielli në trup ose edhe në fytyrë, zonat e zbuluara janë ato që duan më shumë, por të aplikoni edhe një herë pas dite, kur të dilni. Nuk është nevoja të vini çdo 2-3 orë krem, sepse çdo gjë që merret me tepri, mendoj që ka dhe efektet e veta anësore. Megjithatë, për të bërë një test dhe për të kuptuar se sa ju mbron një përdorim kremi, juve mund ta vini në një zonë të caktuar të lëkurës. Unë për shembull kam patur raste me persona që kanë nishane. Në momentin që është vërë në një zonë, në darkë ka rezultuar që kjo zona ngelet e bardhë, pra nuk merr ngjyrë, nuk digjet. Edhe në qoftë se zona tjetër është skuqur ose ka filluar të marrë ngjyrë, zona ku është aplikuar kremi ka ngelur pa marrë rrezatim diellor, që do të thotë që ka qenë i mjaftueshëm dhe 1 ose 2 aplikime. Pra, nuk jam dakord me aplikimin çdo 2 orë ose çdo 3 orë. Çfarë efekte shancore mund të ketë? Të gjithë kremrat përmbajnë edhe lëndë që janë konservues ose janë parabenet, por kanë edhe katranet, kështu që nuk duhet të përdoren, të egzagerohet përdorimi i tyre. Nga ana tjetër do të thosha, ju më pyetët kush janë efektet anësore të rrezatimit diellor. Është i domosdoshëm për jetën në tokë, se prandaj ne jetojmë dhe kemi të gjithë aktivitetin që zhvillohet në tokë dhe planetet e tjerë nuk e kanë sepse nuk ka një yll të tillë që i rrotullohet, por ka dhe efektet e veta anësore. Efekti i parë i rëndësishëm ose që njerëzit mund ta kuptojnë është plakja. Plakjen e lëkurës e shkakton vetëm rrezatimin diellor. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim, dhe ky është një krahasim shkencor, kur lind një fëmijë, lëkura e tij është në të gjithë sipërfaqen e njëjtë. Pra është një lëkurë e shëndetshme, butë, me kalimin e viteve, kur njerëzit fillojnë të ekspozohen në diell, pjesa ku formohen më shumë rrudha është pjesa që ekspozohet më gjatë në diell dhe ajo është fytyra. Por është bërë një test i tillë nga profesorët dermatolog dhe ato thonë që të kuptoni sa jemi plakur, njerëzit duhet të krahasojnë zonën pubike, që është zona
ku mbulohen me mbathjet dhe me pjesën tjetër të lëkurës. Ajo zonë që nuk është ekspozuar ose nuk ekspozohet, se sot nuk themi dot të njëjtën gjë, që nuk është ekspozuar asnjëherë në diell, ajo ngelet me të gjithë shtresat e lëkurës të padëmtuara si në momentin që ka lindur, si në pas shumë vitesh. Ndërsa pjesa tjetër e gjitha është plakje nga rrezatimi diellor. Efekti tjetër negativ i diellit janë formimi i melanomave ose i kancereve të lëkurës, i nishaneve për arsye të ekspozimit të keq në diell, të genetikës, që ju e thatë më parë që është shumë i rëndësishëm, pra nëse kemi në gen që të bëjmë melanoma, dhe rrezatimi diellor i ngacmon melanocitet në mënyrë të targetuar, sidomos kur ato janë në trajtën e nishaneve të vogla, dhe mitozat ose ndarjet qelizore në mënyrë të gabuar që ndodhin japin melanomat që janë kancer shumë të keprurës por edhe shumë i shpesh në popullat në të gjithë botën. Ndërsa kancerit e tjera që janë kancerit epitelial, që është janë kanceret e tjera të lëkurës që janë kancerit bazoqelizor dhe spinoqelizor, janë kancerit që shkaktohen nga ekspozimi në diell, por janë më pak të rrezikshëm, më pak agresiv dhe më pak vdekjeprurë se melanoma. Këto janë shumë të shpesh në popullat, gjenden më tepër në mosha e tretë, pra në mosha të mëdha, sepse që të shfaqen ato duhet akumulim ndër vite i rrezatimit diellor dhe zakonisht ndodh në pjesën e lëkurës e fytyrës, në lëkurën e fytyrës, por ndodh edhe në zona të tjera, siç është kurrizi, pjesa e gjoksit, në krah, aty pra ku ne jemi ekspozuar më shumë. Ka lidhje, më fal, edhe me disa profesione. Jo të gjithë ekspozohen në diell, por disa janë të detyruar, siç janë bujqit, siç janë policët, që i duhet të rinë për kohë të gjatë, për orë të gjata, sidomos ata të rrugorët, dhe disa profesione të tjera që kanë direkt kontakt me diellin, ekspozim të shtuar për kohë të gjatë dhe të vazhdueshëm në diell. Për melanomën, si mund ta kuptojmë ne që kemi nishane të rrezikshme në trup, edhe si do të tregojmë kujdes pra? Kur keni nishane, gjithmonë duhet të mbartni në subkonsciencën tuaj, të gjithë e dinë që mund të bëjë një melanom. Por, në qoftë se kujdesesh për nishane, do me thënë në qoftë se ato i kontrollon rregullisht tek një mjek dermatolog, ju mund të ruani veten, mund të ruani njëri tjetrin kur ja shikoni nishane dhe e ndërgjegjësoni personin që pas ke një nishan duhet ta kontrollosh, sepse nganjëherë nuk i shikojmë. Kështu që do ishte shumë mirë që nishanet të kontrollohet. Dhe për faktin tonë të mirë, ato tashmë kontrollohen shumë më shpesh. Ka shumë pacientë që vinë në klinikën time dhe kërkojnë të bëjnë dermatoskopi për të diagnostikuar melanomat e hershme ose nishanet që duhen mbajtur në kontroll. Rekomandohet kontrolli një herë në vit dhe nëse mjeku vendos dhe mendon që një nishan i duket me ndryshime, ai rekomandon që ky të ndiqet çdo 3 ose 6 muaj. Pra kjo është në dorë të mjekut. Ju keni për detyrë të kontrolloni dhe nëse vini re se keni në nishane, nuk i diagnostikoni dot, nuk vendosni dot për to, është mjeku. Megjithatë, ka dhe një rregull të thjeshtë që quhet ABCD dhe ky është një rregull që është krijuar për popullatën në përgjithësi. Aja është asimetria. Pra në qoftë se një nishan që ju shikoni që është gjithmonë në ngjyrë të kaftë, ka asimetri, pra nuk është i rregullt, nuk është rrumbullak ose ka krijuar thepa, kjo do të thotë që duhet të shqetësoheni. Në qoftë se s'është asimetrik, B-ja është borderi ose anët rreth e rrotull. Në qoftë se ato janë të rregullta, jeni okay, mos u shqetësoni. Ama në qoftë se shikoni që në një nga anët lëviz ikën ndryshon, do të thotë që ka filluar një ndryshim. C-ja janë koloret ose ngjyrat. Pra, në qoftë se shikoni një nishan që ka shumë ngjyra, kjo përbën një siren alarmi. Pra, duhet sërish të shkoni te doktori. Dhe D-ja është diametri. Në diametër kuptojmë zakonisht është duhet të jenë sa goma e lapsit që është 0,5-0,6 mm. Në qoftë se keni një 6 mm, 5 mm, pra nëse keni një nishan,
deri në këtë madhësi rini të qetë. Nëse është më i madh, sërish do shkoni tek dermatologu. Ju duhet të shikoni këto kritere, por ai që vendos është mjeku. Nuk është mirë që njerëzit të panikosen, por është mirë të mos flenë në dafin ajo themun, por të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë që nishanet nëse hiqen në kohë, nëse trajtohen mirë dhe nëse kontrollohen, nuk përbëjnë rrezik për jetën. Doja t'ju pyesja në lidhje me nishanet që shfaqen në moshë të madhe, por shfaqen, rastisht shikon që të shfaqen një nishan. A është gjithmonë ai rrezikshëm apo mjafton të shikojmë atë rregullin ABCD? Asnjëherë nuk themi dot që është i rrezikshëm. Gjithmonë duhet të shikojmë dermatoskopin. Dermatoskopia është një lloj ekoje, siç shikojmë organet e barkut me ekon, që njerëzit e njohin në emër të përgjithshëm, dhe shikojmë të gjithë organet e barkut, është një eko që shikon vetëm nishanet. Përdoret vetëm nga dermatologët, sepse ka disa specifika dhe disa kurse trajnimi për to, ndërsa nëse mjeku e vendos, ashtu duhet sillemi. Por, nishanet që dalin në moshë të madhe, ose persona që kanë më pak nishane, kanë një tendencë ose një përqindje më të madhe risku për të bërë melanoma. Prandaj nëse shikoni se ju dalin nishane, ato duhet t'i kontrolloni. Në përgjithësi, persona që kanë nishane të lindur, ato ndryshojnë ose malignizohen më rrallë, por edhe nëse kanë shumë një numër të madh të nishaneve, probabilitetin ose përqindjen për të bërë melanoma e kanë më të ulur se sa popullata tjetër që mund të ketë një nishan ose 2 nishane. Ka shumë persona që mendojnë ose i heqin nishanet për arsye estetike. A është kjo e rekomandueshme? Më pëlqen shumë pyetja sepse për ne dermatologët është një problem jashtëzakonisht i madh. Meqense lazerat tashmë janë në duart e kujt do, mjafto të ketë para dhe e zotëron, dhe mendon se dhe ditë të trajtoj. Por në fakt bëhet një gabim shumë i madh. Asnjë nishan nuk duhet prekur nga persona që nuk janë mjek dhe sidomos nëse nuk janë kirurg dhe dermatolog. Të gjithë nishanet, përpara se të hiqet, duhet të vlerësohen nga një mjek dermatolog. Nuk lejohet të preken nishanet, sepse ne kemi raste të pafundme që kanë trajtuar një nishan me lazer. Lazeri kirurgjikal është një lazer që e përdorin dhe infermierët, mund ta përdorë kushdo. Por në rastin kur ti ngacmon një nishan, dhe ai mund të jetë jashtëzakonisht i vogël, mund të duket i parëndësishëm, por ai mund të ketë melanocite. Dhe në momentin që ti ngacmon melanocitet në mënyrë të gabuar, atëhere i bën që ato të bëjnë mitoza, pra të shtohen në numër dhe të krijojnë melanoma. Kjo është shumë e rrezikshme, ndërsa një mjek dermatolog gjithmonë e vlerëson dhe nëse mendon se aty ka melanocite, nuk rekomandohet përdorimi i lazerit. Ato hiqen në mënyrë kirurgjikale. Të njëjtën gjë bën kirurgu, por kirurgu në fakt, prandaj them që tek ata mund të shkojnë pa frikë, ai çdo gjë do ta heq me kirurgji dhe sido që të jetë është brenda rregullave. Nuk përbën problem për të rriskuar jetën e dikujt. Ndërsa për të gjithë ata që kanë nishane, kur mos pranoni t'ju prekin nishanet estetistët, infermierët, fizioterapistët ose kushdo qoftë pa vendosur dermatologu me dermatoskopi. Ju lutem. Doktoresha, ne shpesh kemi parë dhe dëgjuar nga njerëz që njohim në rrjetet sociale që për shkak të epilimit me lazer ju janë djegur edhe nishanet. Sa rrezikshme është kjo për Edhe kjo përbën shumë rrezik. Dhe çfarë duhet bëjë një person që e ka përjetuar diçka të tillë? Në fakt kjo është një gjë që pasi është dëmtuar, nuk ke shumë çfarë të bësh, përveç kontrollit që mund të bësh her pas here tek mjeku dermatolog, sërish me dermatoskop, ose në qoftë se rishfaqet nishani etj. Djegja është e rrezikshme se bën të njëjtën gjë se në fundit edhe lazeri CO2 është djegje. Pra bën të njëjtën gjë, stimulon qelizat melanocitet për të bërë mitoza të gabuara, të shtuara. Kështu që duhet të bëjnë kujdes. Gjithmonë kur bëni lazer, unë mendoj që dhe ky lloj lazeri i epilimit duhet ishte nën përkujdesjen ose nën vlerësimin e një mjeku dermatolog,
dhe normalisht edhe në klinikën time nuk është se unë e bëj epilimin me lazer, por gjithmonë në momentin që paraqitet pacienti jam unë ajo që vendos si duhet të mbrohet nishani, sa duhet të jetë fuqia, forca që duhet përdorur sipas tipologjisë qimes, flokut, dhe seancat ose gjithçka e vendos mjeku. Prandaj do të rekomandoja, nuk është në dorën tonë, sepse nuk ekziston legjislacioni për t'i ndaluar përdorimin. Por në fakt nuk duhet të përdoren pa bërë një konsult me një mjek. Është rrezikshme, është një lloj si ta djegësh me lazerin CO2 që e tham ose lazerin kirurgjikal që përmendëm më lart. Pra në këtë rast është më rëndësishme një ndërgjegjësim nga vetë popullata që tregojnë kujdes çfarë përzgjedhin. Kjo do ishte gjëja më e mirë, ne dermatologët mundohemi ta bëjmë shumë, gjithashtu me kënaqësi e vëre që dhe ju mediat jeni shumë koshient dhe e dini si duhet të veprojmë ose nga ta drejtojmë bisedën me mjekun për të ndihmuar popullatën. Por kjo është çështje edukate shëndetësore mbi të gjitha, që njerëzit për çdo problem që ka të bëjë me shëndetin nuk duhet të drejtohen as në rrjetet sociale, se dhe aty bëhen gabime të pafundme, ka djegje me acide të ndryshme ose në mjekësinë popullore, jo. Nuk duhet. Këto janë gjëra të rëndësishme që duhet i bëjë një mjek i specializuar. Për të rikthyer sërish tek sezoni i verës dhe plazhet, shumë vajza zgjedhin që të bëjnë nxjerrje artificiale me solarium. A është ai rrezikshëm? Shumë i rrezikshëm. Një pyetje shumë e bukur. Ne dermatologët e kemi vënë emrin kështu, të blesh melanomën me para. Do me thënë, personat që bëjnë solar janë persona që i shtojnë vetes riskun për të bërë melanoma. Pasi solarët në vetvete janë krijuar, janë llampa të cilët emitojnë rrezatin UVA dhe UVB. Janë krijuar si terapi mjekësore. Pra edhe ne e përdorim në dermatologji për të shëruar ose për të ndihmuar përmirësimin e disa sëmundjeve, për shembull vitiligo trajtohet shumë mirë me, nuk është solar, si solari që njihet në gjuhën e madhe, por është fototerapia, pra është dritë për të shëruar, për të trajtuar. Dhe këto fototerapi bëhen me një protokoll shumë rigoroz dhe kjo energji emetohet dhe pastaj shpërndahet në lëkurën e pacientit për të vepruar dhe për të ndihmuar në shërimin e sëmundjeve. Çfarë është bërë pastaj, se çdo gjë në fillim është përdorur si terapi, pastaj është përdorur për biznes dhe për të fituar para. Janë krijuar solarët që janë e njëjta gjë, por forca, fuqia dhe kozgjatja e këtij lloji burimi, rrezatimi, që është sërish UVA dhe UVB, është shumë më fuqishme, është për kohë më të gjatë dhe është ngacmim i drejt për drejt i qelizave të lëkurës sonë. Nga solarët, unë kam parë persona që janë ndjegur në të gjithë trupin, janë ndjegur në grada të ndryshme, por në kongreset tona të Akademisë Europiane të Dermatologjisë, ne kemi parë dhe raste që njerëzit janë ndjegur në shkallë të tretë. Pra është krijuar një djegje si të futesh në një furrë. Se është harruar pacienti, nuk ka patur mundësinë të lëvizë ose të dalë dhe ka ndodhur këto gjëra. Por këto janë gjërat më të rralla. Ndërsa shkaku i melanomës ose formimi i melanomës është i studiuar dhe i mirë studiuar nga rrezatimi me anë të solarëve dhe në disa shtete të botës është hequr përdorimi me ligj. Pra nuk lejohet të përdoren solarët sepse në periudhën para 30-20 vjetësh kur ato dolen dhe u përdorën në masë, u pa një shtim i jashtëzakonshëm i rasteve me melanoma në mosha të reja që nuk figuronte të ishte në statistikat e mëparshme të dermatologjisë botërore. Kështu që në disa vende është ndaluar me ligj përdorimi i tyre. Pra janë të rrezikshme. Shumë të rrezikshëm. Po djegjet nga dielli që vijnë nga dielli në mënyrë natyrale, kur janë të përsëritura, sa të rrezikshme bëhen ata për të shfaqur kancer të lëkurës? Po, janë shumë është shumë e vërtetë dhe janë shumë të rrezikshme. Për shembull, gjithmonë kur
neve shikojmë lëkura pak të bardha, me ngjyrën e syve bojqelli, ngjyra të hapura, dhe shikojmë kanceret të lëkurës. Kryesisht të tipit djegjet japin këto karcinomat spinoqelizore dhe bazoqelizore, pra ato që janë si me plagë, si të ngritura në fytyrë, që unë i përmenda pak më lartë, që janë kancere që trajtohen shumë mirë nëse kapen në kohë dhe nuk kanë arritur të futen deri thellë në kockë. Pra mund të trajtojnë, por këto shkaktojnë gjithmonë në këto tipa që janë djegur disa herë gjatë jetës së tyre, kryesisht për shembull kjo ndodh në zonën e hundës. Në qoftë se ju digjen fëmijët tuaj shumë shpesh kur jeni me pushime, është një gabim që nuk do t'ju falet kur ata të arrijnë në moshë madhore, sepse është e sigurt që ato djegje të përsëritura më vonë do t'japin karcinoma plak, pra këto kancere të lëkurës që në fakt trajtohen, por që njerëzit mund t'i shmangin duke u mbrojtur nga dielli, duke mos lejuar djegjet nga dielli. Këto ndodhen në fakt shumë, këto djegje sidomos në fytyrë të fëmijët ndodhen edhe gjatë periudhës që futen në det, sepse rrezatimi diellor ose rrezatimi që kthehet nga uji me krip është shumë i fuqishëm. Është gati si rrezatimi në borë, që kthehet në sasi të madhe dhe të jep djegje kryesisht në zonën e fytyrës. Dhe prandaj ndodhin shpesh kanceret në zonën e fytyrës, sepse ajo ekspozohet, digjet, pranon të ftohtin dhe e merr mbi vete, nuk është se e pranon, s'ka rrugë, dhe ka të gjithë faktorët atmosferik më të mëdhej, i ngrohti, i ftohti, dielli, janë në pjesën e fytyrës. Ka një këshill nga ju për nënat të cilët kanë fëmijë të vegjël, po e kanë disi të vështirë ta menaxhojnë këtë pjesën, sepse ata e duan shumë ujin. Si të kujdesin ata për lëkurën e fëmijëve të tyre? Po, do më pëlqente shumë dhe është shumë mirë që fëmijët të luajnë. Më pëlqen shumë kur luajnë në grup, një gjë që të rriturit tashmë nëse nuk njihen, nuk e bëjnë më në shoqëritë tona, për fat të keq, por më pëlqen shumë që fëmijët të marrin rrezatim diellor, është shumë i shëndetshëm. Por nëse kalon ajo ora të paktën ora 10, duhet patjetër t'i vishni me diçka, të ke një gjë të hollë përsipër, sepse të gjithë e dinë që pjesa e shpatullave digjet më shumë, ti vini kapele dhe ti lyeni fytyrën ose pjesët e tjera të zbuluara disa herë në ditë me kremin me faktor mbrojtës. Le të luajnë, le të rrinë në det. Ama duhet shpesh herë që të mos marrin dhe këto infeksionet e përsëritura që ne i tham në fillim bakteriale, duhet t'i shpërlani shpesh herë me ujë. Duhet t'i hidratoni mirë, t'ju jepni shumë ujë fëmijëve të pinë, t'i lyeni me kremra hidratues në darkë dhe me kremrat mbrojtës që po e flisim paradite. Por gjëja më e mirë nëse fëmijët ju zgjohen herët, do t'ishte t'i nxirrni sa më herët në diell, t'i lini të luajnë në rër, ta prekin rërën, nuk është nevoja t'i vini patjetër në shezllome. Mund të pastroni individualisht sepse për fat të keq ne nuk kemi një ambient shumë të pastër të përbashkët, por mund të pastroni gjithsecili zonën tuaj, duhet të ruani shumë mirë mbeturinat ushqimore tuaja gjithsecili dhe gjithmonë t'i lidhni që aty të mos afrohen as insektet, as problematika të tjera të mos keni të erave etj, sepse duke u mbrojtur nga insektet, do mbroheni edhe nga infeksionet që ato mund të sjellin. Dhe kështu do ruani fëmijët tuaj, por edhe ambientin e përbashkët. Dhe duhet t'i lini në rër, duhet t'i lini në diellin e mëngjesit, ndërsa më pas ato që ju thash më lart duhet t'i ndiqni me përpikmëri. Shumë mesazh shumë i qartë. Doktoresha, një tjetër problematik që shfaqet me lëkurën, sidomos në sezonin e verës, janë melazmat. A ndikon vetëm dielli apo ka edhe faktorë të tjerë? Faktori genetik. Ai që kemi thënë që në krye të herës për sëmundje dermatologjike është i fuqishëm edhe në këtë rast. Faktori genetik është një, ekspozimi në diell është i domosdoshëm që të krijosh melazma, nuk krijohen ato nëse nuk je ekspozuar. Nga njerë janë shumë edhe ndryshimet hormonale që po kaloni në atë periudhë të jetës, siç janë shtatzanit, ose
edhe problematikat tjera që mund të keni hormonale, me kistet në ovare, ose në periudën e menopauzës, të andropauzës, meshkujt. Por nga njëherë, faktor për të krijuar melazmat janë edhe disa kremra të gabuar që ju mund të përdorni dhe ato bëjnë që të thithet më shumë rrezatim diellor. Gjithashtu janë disa medikamente të caktuara që nëse i merrni në periudhën e ekspozimit në diell, kryesisht futen këtu antibiotikët, ju japin melazma. Prandaj është një problem kompleks. Gjithsecili individualisht duhet të kërkojë ndihmën e dermatologut, por ajo që duhet të themi të gjithë me të madhe është mbrojtja nga rrezatimi diellor me kremrat me faktor mbrojtës. Pra, është një problematikë që mund të trajtohet. Është shumë e vështirë në trajtim nëse ato formohen dhe bëhen të vjetra, pra qëndrojnë disa vite. Është e vështirë trajtimi me melazmave më shumë se sa i problematikave të tjera që futen dhe klasifikohen si estetike. Në lidhje me melazmat, a ka një periudhë të vitit që mund të trajtohen, sepse ka disa teori që thonë është më mirë në vjerë se sa gjatë verës? Jo, ato mund të trajtohen gjatë gjithë periudhave të vitit, por janë disa procedura që janë një çik më të thella, më invazive, dhe që e përmirësojnë më mirë, të cilat lejohet të bëhen vetëm në periudhën e dimrit, pra kur dielli nuk është shumë i fuqishëm. Por ato mund të trajtohen për shembull mezoterapit, mikrodermoabrazioni që veprojnë shumë mirë, mund të bëhen dhe gjatë periudhës së verës. Ndërsa siç është peelingu për shembull, ose që vepron shumë mirë në melazma, ose siç është CO2-shi, pra lazeri kirurgjikal që neve bëjmë, nuk duhet të aplikohen në këtë periudhë të verës. Ju përmendet pak që mund të ketë përdorim të gabuar të kremrave, mund të ketë periudhë të gabuar ku mund zgjedhin trajtimin. A mund na tregoni se cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë pacientët, por edhe qytetarët në tërësi në lidhje me kujdesin ndaj lëkurës? Mua gabimi më i madh në fakt më duket kur marrin mendim nga interneti. Pra kërkojnë nga blogera ose nga persona jo të certifikuar, jo të arsimuar për problemin përkatës, le të themi. Ky më duket gabimi më i madh dhe më duket dhe një shpenzim që njerëzit në fakt nuk duhet t'ja lejojnë vetes. Nuk duhet të kërkoni ndihmë kur keni një problem të lëkurës. Jam shumë dakord nëse një blogger e del dhe thotë që ky krem bën shumë mirë, pavarësisht se t'jeni sigurt që ajo nuk e përdor për vete, por e ka për reklam. Mund ta përdorni një krem, nuk përbën ndonjë risk të madh. Por nëse keni probleme me lëkurën, siç janë aknet, siç janë melazmat, siç mund të jenë problematika të tjera kur futen dhe sëmundjet, dhe të kërkoni mendime të tilla, më duket papjekuri, por më duket edhe një shpenzim shumë i pavlerë dhe i pavend. Kjo do ishte gjëja e parë që do të rriqja vëmendjen. Pasi këto janë raste që jo vetëm unë, po shumë kolegët të mia i hasim shumë shpesh dhe janë një problem që të vjen edhe keq pse duhet të ndodhë. Problematikat të tjera janë për shembull përdorimi me tepri kremrave ose ilaçeve. Nuk është nevoja ta teproni as në përdorimin e tyre, duhet të ketë një radhë kur mund të përdoret një dhe kur një tjetër, duhet ketë një radhë kur përdoret kremi hidratues, ushqyes që është darka dhe një krem i mirëmbrojtës në mëngjes, kur mund të përdoret një ujë termal për shembull gjatë periudhës së verës, është shumë mirë ta përdorni, por nuk duhet të përdorni për shembull mua më ndodh që të nxjerrin një person nxjerr 3 lloj larësish. Këtë thotë e kam qumësh, këtë e kam tonik, këtë e kam për të heq make-upin, këtë për të bërë shkum. Nuk duhet të trajtohet lëkura e fytyrës në këtë mënyrë. Është shumë e gabuar. Do t'ju mjaftonte një larës i përzgjedhur mirë, ndërsa të gjithë këto të tjerat mund të bëhen në ditë të veçanta të javës, por rrallë, nuk është, edhe skrabin e themi duhet të bëhet një herë, maksimumi 2 herë në javë, që në fund të fundit pastron në thelsi dhe heq qelizat e lëkurës. Ndërsa këto të tjerat janë të tepërta. Gjithashtu do thosha nuk është e nevojshme të përdorni disa lloj kremrash në të njëjtën periudhë. Mund të përdorni një krem shumë të mirë natën dhe një të mirë ditën dhe gjatë periudhës që po përdorni këto, në periudha të caktuara të vitit mund të përdorni një serum që mund të jetë vitamina A, retinoli, pra mund të jetë vitamina C,
mund të jetë një acinamidi, varet nga problematika që keni. Dhe atë mund ta përdorni, ato zakonisht serumet janë në konfeksione 30 ml, mund t'i përdorni në një muaj në mënyrë intensive, t'i përdorni mëngjes darkë dhe nuk është e nevojshme t'i përdorni gjatë gjithë periudhës së vitit. Të gjitha këto e ngarkojnë lëkurën, por duhet të kuptoni edhe një gjë, në qoftë se ju përdorni 3-4 krema në të njëjtën kohë, ju bëni një lloj reaksioni se ato duhet të krijojnë lidhje në lëkurë që të përthithen. Por lëkura nuk e ka aftësinë ti përdor dhe ti përthith dhe të krijojë lidhjet vet. Lidhjet krijohen në laboratoret farmaceutikës, aty krijohen lidhje dhe po t'ishte se do i duheshin lëkurës të gjitha këto në një herësh, dikush do t'i bashkonte dhe thoshte vër këtë kremin të mbarosh punë. Pra, varet nga periudha e vitit, nga problemi që ke ose nga dëshira që ke. Por do thosha mos përdorni shumë njëkohësisht, nuk është e shëndetshme. Nëse do duhet të përdornim 3 produkte, cilat do të ishin ato? Një larës është gjithmonë i domosdoshëm dhe larësi nuk është nevoja të përdoret në mëngjes, përdorini në darkë dhe pavarësisht të gjithë problematikave që do të keni, zgjidhni larësin e duhur dhe mbajeni disa minuta në lëkurë, që ai të arrijë të veprojë në thellësi të lëkurës tuaj. Në qoftë se larësin do ta vini dhe ta shpërlani me një herë, ju nuk keni bërë asgjë tjetër përse keni përdorur atë si një larës i zakonshëm, një sapun i thjeshtë që heq vetëm papastërtitë në sipërfaqe. Por kur ti zgjedh një larës që të jetë për lëkurë të ndryshme, po themi, ose një larës ke lëkurë të thatë hidratues. Në qoftë se nuk rrit për një farë periudhe në lëkurën tuaj, nuk e arrin dot ta kryej këtë funksion. Mund të jetë shumë i mirë, por nuk ta jep dot rezultatin. Pra duhet ta lini ose për lëkurat kuperoze, po themi, ato që janë me kapilar. Pra duhet ta lini për pak kohë dhe pastaj do merrni rezultatin. Do thosha një krem shumë të mirë hidratues ose ushqyes ose me retinol, do me thënë sipas moshës, problematikës dhe asaj që do të arrish në darkë dhe kremin e diellit në mëngjes. Këto themun janë 3 gjëra që nuk duhet t'ju mungojnë asnjëherë. Të gjithë të tjera që do t'i zgjidhni sipas asaj që thash më lart, moshës, problematikave etj, ato duhet të jenë shtesa që do të ndodhin në kohë të kufizuara të vitit, jo gjatë gjithë periudhës. Ja, qartë. Retinoli është një produkt që ne mund ta përdorim edhe gjatë verës? Në përgjithësi këto retinolet, vitaminat C përdoren, por retinoli duhet përdorë vetëm në darkë. Në kontakt me rrezatimin diellor, asnjë nga retinolet nuk është i këshillueshëm të përdoret. Pra kur ke kontakt me diellin dhe vera ka kontakt patjetër. Retinoli merret edhe në trajtën e kapsulave që ne japin për rastet e adoleshentëve dhe ne rekomandojmë nuk e ndërpresim në verë. Kështu që dhe retinoli mund të përdoret në darkë, por duke bërë shumë kujdes gjatë ditës. Këtë gjë themi edhe për ata që marrin retinol nga goja, që është një dozë shumë më e lartë se ajo që gjendet në përqendrimin e kremave, por ju rekomandojmë që të mbrohen shumë nga rrezatimi diellor, sepse mund të marrin një olla kafe. Doktoresha, ne kemi edhe një rubrik mit apo fakt, ku janë disa konstatime që ju mund të sqaroni nëse janë të vërteta apo të rreme. Nëse janë mite apo fakte. Po. Kosi shëron djegjet nga dielli. Nuk është e vërtet, por kosi, kastraveci bëjnë një lloj hidratimi shumë të mirë të lëkurës. Prandaj përdoren dhe duket sikur shërojnë, por në fakt nuk shërojnë. Ama nëse përdorni gjëra të freskëta, sepse dhe lëkura e kastravecit, por në fakt nuk ka asnjë veti shëruese, asnjë rast tjetra. Ama e hidratojnë shumë mirë lëkurën, më mirë se uji. Uji do ikte, ndërsa kosi vë një shtresë dhe rri. Pra kanë vetëm këtë efekt, qetësojnë djegjen, atë skuqen, eritemën e qetësojnë. Por nuk e shërojnë. Nuk shërojnë djegjet. Okay. Disa kremra dielli shkaktojnë puçra. Po, mund të ndodhë. Në qoftë se për shembull janë patologjik këto, që shfaqen nëse kremat janë shumë viskoz ose shumë të yndyrshëm, nga mbi vendosja ose nga përdorimi në lëkurë, mund të ndodhin që të shpërthejnë, dhe këto ndodhin, janë shumë raste që ndodhin kështu, shfaqen
si puça të vogla si akne, madje kanë dhe një majë të bardhë që duket sikur është pus, shfaqen në zonat ku është vënë kremi i diellit, por mund të jenë dhe kremra të tjerë që e bëjnë këtë gjë për arsye të mbi ngopjes me yndyrë të lëkurës. Kremi kundër diellit pengon marrjen e vitaminës D. Kremi kundër diellit pengon vetëm rrezatimin diellor të dëmshëm. Dhe është më mirë ta pengojë në atë periudhë se sa të formohet vitamina D nga ky lloj rrezatimi. Që të marrësh vitaminën D, duhet të kesh lëkurë të shëndetshme. Një lëkurë e djegur, e dëmtuar nuk ndihmon në formimin e vitaminës D. Në qoftë se ne ekspozohemi ngadalë në diellin e mëngjesit, melanocitët, se melanocitët janë ato që japin ngjyrën lëkurës. Melanina prodhohet në mënyrë të vazhduar të ngadalë dhe bën që rrezatimi diellor kur bie mbi lëkurën tonë, për shembull, ne digjemi ditë të para, por nuk digjemi ditët në vazhdim. Sepse kur formohet kjo shtresa ose ngjyra, do të thotë janë formuar melanocitët, kanë krijuar shumë melanin dhe kjo melanina e melanocitët vetë bëjnë që rrezatimi diellor të përplaset në lëkurën tonë dhe të kthehet mbrapsht. Pra, ai nuk depërton më në lëkurën tonë për të dhënë djegje, por ndikon shumë mirë për të formuar vitaminën D. Pra, kremi diellit duhet përdorur sepse rrezet e dëmshme nuk na duhen për të formuar vitaminën D. Janë vetëm rrezet e shëndetshme që krijojnë vitaminë D të shëndetshme. E qartë. Kremrat më të shtrenjtë janë gjithmonë më të mirë. Me këtë nuk jam dakord asnjëherë. Kremrat janë shumë të mirë në qoftë se përshtaten për tipin e lëkurës, në qoftë se janë prodhime dinjitoze, serioze dhe të prodhuar nga laborator shumë të mirë, dhe në qoftë se kanë përbërësit e duhur dhe ju mungojnë përbërësit shtesë që mund të jenë të rrezikshëm, të prodhuar në mënyrën jo adekuate dhe të duhur, lidhje që ato krijojnë mund të përbëjnë problematika shumë të mëdha. Nuk ka nevojë të vendosësh krem dielli në kohë të vrentur ose me shi. Ne dermatologët në fakt themi që kremi diellit duhet të përdoret gjatë gjithë stinëve të vitit, sepse pavarësisht se rrezatimi diellor në kohë të vrentur dhe me shi nuk është i dukshëm, ai ekziston. Kështu që kremin e diellit duhet ta përdorni edhe në dimër. Nuk digjesh nga dielli nëse je në ujë. Digjesh shumë. Unë e thash, nëse je i zhytur fare, nuk digjesh, por nëse lëkura del mbi sipërfaqen e ujit, uji ka veti të reflektojë dhe të kthejë rrezatim diellor shumë në lëkurën tonë. Doktoresha, ne tashmë jemi në fund të intervistës dhe do doja nga ju një këshill për gjithë ata që na ndjekin, si të kujdesen për lëkurën, veçanërisht tashmë që jemi në verë. Unë do thosha që të kesh lëkurë të shëndetshme në verë, duhet të kujdesesh për të gjatë gjithë vitit, dhe këshilla ime si mjeke dermatologe do ishte që gjithmonë për të kërkuar këshilla për patologji, por edhe për të filluar një lloj rutine, që kur jeni të vegjël ose në moshë kur duhet filloni të kujdeseni për veten, gjithmonë duhet të keni një mjek dermatolog që t'ju drejtojë. Mendoj që kjo do të bënte që kishit gjithmonë gjën e duhur, terapinë e duhur, por qoftë edhe për kujdesin e duhur, dhe mendoj që mjekët dermatolog do t'ishin edhe, ose janë, jo do t'ishin, dhe kështu duhet të jetë, edhe më të kujdesshëm edhe në shpenzimet ose në mënyrën se si duhen bler ose përdorur kremrat. Është një fakt që nëse shkoni në një qendër estetike, çanta juaj do të mbushet me 10 kremra, sepse në fund të fundit ata janë shitës, tregtar, ndërsa nëse shkoni tek një mjek, ju do të merrni absolutisht në recetë ose në çantë vetëm gjërat e nevojshme, ato që i bëjnë me të vërtetë shumë mirë lëkurës tuaj. Shumë faleminderit doktoresh për gjithë informacionet dhe këshillat të vlefshme që ndat sot me ndjekësit tanë. Ishte kënaqësi edhe për mua, dhe shpresoj që të dyja bashkë i kemi shërbyer sa më shumë atyre që ju ndjekin dhe personave që kanë nevojë për lëkurën, për përkujdesje, por qoftë edhe për patologjitë të saj. Ishte kënaqësi. Faleminderit dhe u miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës, deri atëherë miru takofshim.